Punëtor. Guximtar. Vizionar. Humanist. Doktor. Lider. Ardian Shala u lind më 9 korrik 1977 në fshatin Mushtisht. Në moshën 6 vjeçare e filloi shkollimin fillor dhe e përfundoi me sukses të shkëlqyer. Pastaj vazhdoi shkollimin e mesëm duke qenë nxënës i dalluar. Si nxënës i zellshëm që ishte, vazhdoi shkollimin në Fakultetin e Mjekësisë dhe diplomoi në afat. Pastaj vazhdoi edhe specializimin në degën e kardiologjisë. Dëshira dhe vullneti për të ndihmuar bëri që doktor Ardian Shala t'i shërbej popullit duke punuar si mjek në ambulantën e fshatit Mushtisht, në qendrën e mjekësisë familjare në Tiranë dhe si drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale. Entuziazmi dhe këmbgulësia për arritjen e qëllimeve me interes të përgjithshëm, atë dhe dashuria dhe vizioni për shtet dhe demokraci janë virtyte që përfaqësojnë karakterin e doktor Ardian Shalës dhe njëherët indikator që të bëhet pjesë e politikës. Me një sharm të pazakont, urtësi dhe vendosmëri riktheu besimin qytetar në LDK dhe fal sinqeritetit të tij, punës së palodhshme profesionale dhe politike arriti të jetë figurë e rëndësishme e kësaj partie. Duke qenë një figurë e rëndësishme dhe e çmuar e LDK-s, ai bart përgjegjësi të shumëfishta. Është kryetari në ndegës e LDK-s në Mushtisht, antari kryesisë në Tiranë, asambleisti më i votuar në zgjedhjet e fundit në komunën tonë dhe kandidat për deputet në Parlamentin e Kosovës. Prandaj, ja vlen ta përkrahni doktor Ardian Shalën sepse duke votuar numrin 53, keni votuar për fatësimin tuaj në Parlamentin e Kosovës.